Ky apeli shko qeverisë, le të marrë stadionin me si len njerëz rrugëve, se na i kna bëu ne për veti ku pagu 1000 euro bileta. Po, nuk është problem. 4. Nuk është jeni gati për ndeshjen e sotme. Gjithçysh. Sa po mendoni që ka më kanë rezultati? Unë besoj që rezultati ka me kanë 3-2 për neve. Te kush po keni më shumë besim që do të shënojmë këto gola sepse dinë që kombëtarja turke nuk është. Unë kam besim për gjithë lojtarët. Domethënë secili lojtar ka kvalitetin e vet për me shënuar gol. Normal që kena klasë individuale, përpara Aslani Moriçi, Muslia e kena po në Slovaki se çka mujmë me bë. Duke por rrugtimin e Kosovës deri këto sidomos rezultati që i pati edhe në grup. Mendoni që është e merituar që jemi sot këtu dhe kualifikimin në botror sa do të ishte rëndësishëm për ne? Shuhet histori së pari. Kjo është diçka shumë e veçantë për popullin tonë, për Kosovën, për kombëtarën, gjithçka. Rrugtimi deri këto është plotësisht e merituar. Çdo lojë që ka luajtur ka luajtur me sakrificë, me vullnet, ka luajtur si trima, se edhe Bratislavi na kanë këshyr lojën, edhe na kanë bërë shumë krenar. Keni të gjithë bileta? Do të jeni në stadion? Po. A keni pas vështirë të siguroni ato se është folur shumë për mënyrën e dëshme të arritjes së biletit? Me dëshirë bëhet gjithë shkafin. Këto momente nuk shyret kanë rast pari as kur gjofi. Me dëshirë, po ky apeli shko qeverisë, le të marrë stadionin me si len njerëz rrugëve, se na i kna bëu ne për veti ku pagu 1000 euro bileta. Po, nuk është problem. 1000 euro bileta kena pagu. 4 i kena pagu. Po pjesëmarrja gjithçka, po na bojnë krenar shumë këta djemë, Zoti i rujt këta. Këta po na bojnë krenar se për ndryshe për momentin jena për toke. Kështu që Kosovës i uroj sukses sot, Kosova është shumë e merit, na duhet me besu ma shumë se që po mendojnë ana, se po shtrohet pyetja a ke meritu. Patjetër që kanë meritu. Me gjithë meritjen orë këty, me plot suksesin orë, veç për para. Duhet me besu ma shumë veti, fitore ki 2-0 sot, për meje. Një shqiptar nga Turqia, na u ka bashkangjitur. Sa po shqip? Shqip? Inshallah. Përshëndetje. Përshëndetje. Cilat janë pritjet tua sonte për ndeshjen? Valla për Kosovën kanë ardhur për Turqie vallai. Prej Turqie ka ardhur Për Turqie, po. Vedat Moriçin ta çellona. Inshallah Kosova e merr. Unë turk jam, shqiptar jam. Sa është e vështirë me bë këtë ndarjen me mbështet për Juve, a Turqinë apo Kosovën? Kosova, unë Turqia s'merr mendja. Ma herët tha nuk është as pak e vështirë tha. Unë jam kosovar, tha jam shqiptar, tha. Edhe nuk është e vështirë tha për mu mendimja turq ajo. Hajde Kosovë!